Lum Demiri merr harkun për të gjuajtur në shenjesër dhe këtë e praktikon çdo ditë. Ai është njëri nga sportistët e rinj të klubit të shigjetarisë tradicionale në Prizren. Ai është 16 vjeç dhe mban titullin kampion i Kosovës në kategorinë e tij. Synimi i tij kryesor kur të arrijë moshën madhore është përfaqësimi i Kosovës në gara ndërkombëtare, si lojrat mesdhetare dhe olimpike. Shtreshje të arrin që nga viti 2021, kam marrë pjesë në gara vendore të shumta dhe kam pas fitore. Në kategorinë U14, shumica kanë qenë vendet e para. Do të thonë prej fillimit jo, po mas ne duke avancu e kam arritë dhe tash jam kampion i Kosovës. Stërvitjet bëhen 2 deri në 5 herë në javë, do të thonë në ditë një herë, edhe ushtrojmë gjujmë me hark, duhet me pas stërvitje bëjmë edhe stërvitje kondicionale, si thashtu, për me pas më mirë, më shumë kondicion për me qujtë, edhe stërvitje për shënjesër. Edhe Haliz Bujari synon pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Ai prej 4 vitesh ka fituar çmime të rëndësishme në garat vendore. Haliz Bujari është 15 vjeç dhe stërvitet rregullisht në këtë sport. Po, të gjithë praktikojmë njëjtë, por unë mendoj që do të jem edhe më i miri me kalimin e kohës, se që jam sot. Kam marrë pjesë në garat vendore, ku në shumicën e tyre jam në vendin e parë, dytë apo në tretën. Unë shpresoj që kur të rritem të marrë pjesë në garat olimpike të përfaqësoj Kosovën në këto dhe të marrë çmime të ndryshme në këto gara. Trajneri i klubit, Nevron Skenderi, tregon se janë duke u përgatitur për garat që do të mbahen në Kore, Turqi, Bullgari dhe vende të tjera gjatë vitit 2026. Ai kërkon mbështetje nga institucionet, sidomos për kushte dhe infrastrukturë më të mirë. Sipas tij, sporti i shigjetarisë në Kosovë ende ka mungesë të kushteve të nevojshme. Kena sportist edhe talent në klubin tonë. Në U14 e kena kampion sportist tonë, kampion në U14 edhe femër edhe mashkull, në të dy gjini. Marim pjesë në gara ndërkombëtare dhe vendore, bile javë para një muaj kenë 2 sportistë në gara ndërkombëtare në Turqi morën pjesë. Kanë arritur një rezultat mesatare, po megjithatë me çdo kushte që i kena, me çdo trajnimet prap mirë për neve, besoj që vitet e ardhshme do të përparojnë ala më shumë, që e bëjnë më shumë trajnime, më shumë senet, me hapësirë më të mëdha dhe më të bukura. Kushtet që thash edhe nuk ka adekuate për këtë sport, jo vetëm në Prizren, po edhe në gjithë Kosovë. Besoj që deri në vitin 2030 do të bëhet edhe do hapësirat për shigjetarin në Kosovë edhe në Prizren, po trajnimet na këtu e bojna gjatë javës, 2 herë ditë vinë sportist, 2 herë ditë bojnë trajnimet shigjetaris, po e kena edhe 3 disiplina këtu që e bëjnë shigjetarin. Disiplinën shigjetarin tradicionale, moderne dhe compound, apo me hark me rota, më mirë me thonë, që më mirë me kuptu. Në 3 disiplina jena këtu. Momentalisht e kena 20 sportist profesional që janë duke trajnuar, po edhe e kena kështu të antarë që vinë prej fillimit, ato fëmit më të vogla, diku 30-40 ata janë. Ama profesionalisht e kena 20 sportistë që marrin pjesë edhe në garat federatës edhe antartë federatës. Interesimi është kogja të madhe, po na prap peceki për hapësirë, për shkak se hapësirës nuk po mujna me marrë ende sportistë ndryshëm, po me gjithatë komuna e Prizrenit është duke na përkrahur me projekte subvencione për masovizimin e sportit të shigjetaris, me çato kushte, me çato rrethanat që po na shton komuna, na po mundohemi me rrit klubin. Edhe është duke u rritur, besoj që edhe një hapësirë kur na bëhet, ala ma mirë bëhet, edhe ma shumë rritet. Kena me pas garat vendore për pavarësi, për Kupën Adem Jashari, që do të realizohet në kuadër federatës, po edhe në 2026 ne kena ftesat nga Koreja, për shigjetarin tradicional, nga Koreja, nga Bullgaria, nga Turqia, nga Hungaria, kena ftesa kogja të mëdha që me mbështetjen e shtetit tonë do të marrin pjesë edhe në ato garat.
Klubi i shigjetarisë tradicionale u themelua në vitin 2019 në Prizren dhe aktualisht trajnon 20 sportistë profesionistë. Po ashtu, mbi 40 të rinj ndjekin mësime dhe stërvitje në këtë klub,